بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم بارك ولدرائم وتبركين في الفارق لفضات البكيمة الله شكر محمد عليه الصلاة والسلام بفاميلة الشوكة وأنت جدا شيئين في روغن الدريد روغن الجورة دينين في التكسير تدعوه كمشن جلالة الدليل Kao na cilj që sot janë të zbashku me juve, këtë muajt me kuat Ramadan. Nëse do në mënduar që Allah me i farë madhurimin tuna, me i farë mëkatet, nëse në gjendë në gjitha aspekt, të në mërshanë të mirë të tjerë. Unë përndroj sinqerisht Allahun të dhe gjitha kolegë që janë të kujdesur për takim sot, këshillet e xhamive, me kryetarin dhe gjithë të tjere që janë për kujdes për këtë takim sot. Normalisht, kjo është bërë në ardhen në muslimin e Kosovës, të falëroj për mundësin dhe Kosova në mënduar që në bashkojnë gjithë në punë të arit dhe në punë të mirë. Takimet tona të ndëruar, çfarë do përmbajtje që të kemi, në çfarë do të flasim, të gjitha janë të motivuar me besimin e Allahut dhe janë në shërbim të besimit në Allah. Andaj, nuk kemi pa ma herët, kemi kërënët tona, kemi një ullit tona, kemi një fëci tona, më gjithat, besimin e Allah ka bëjë që sot kemi së bashkë. Dhe kjo është lidhe me e fuqishme që mund të kultivojmë dhe mund të kemi, alhamdulillah. Krasë dhe lidhjeve tjera që kemi, për ju Allah në manuar që gjithë lidhje që kemi të fuqizat, të forcën e të bëndë sa më të fuqë besishë. Allahu Gjellë Vala të nëruar, ka përmenë në Kur'an begatit shumëta që në i ka dhonë, po gjitha këto begati realisht ndërlidhen me begatin e imanit. Nuk ka begati më e madhe për një dinu se begati e besimit në Allah Gjellë Gjellë. Përmenë se begati e të nëruar, ne i njojmë vetën tonë, ne respektojmë vetën tonë, respektojmë një tjetëre. Përmenë se begati e ne i njojmë qëllimin e klimit, qëllimin e ardhën këtë botë. Shumë gjëra që ndërlidhen me neve dhe për ato që bëjnë për rrethnesh, për të kaluar, të tashur, për të ardhur, për të dukshëm, pa dukshëm. Shumë të tjera realisht mundsohen të kuptohen drejt si duhet, pa lajthi, pa deviju përmes besimit në Allahun te barekuta. Andaj Allahu xhalla xhelali kur i ka përmend pejgamberit son begati që ka dhënë, në fillim i thotë ma kunte tadri mal iman wala al kitab. Ti nuk e ke dinë çka ka besimit. Ti çka din çka ka iman në Allah xhalla xhelali. Ju din ti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nejt në shpërën Hira, i hutuar se a thuar ka t'ja mërë. Nuk ka qeni pajtuar, nga se natëshme ka refuzuar i dhujtarin, i pësit besën në Allah nuk ka ditë. Pasi Allah gjellu e ka zbik librin, ma kunë të një kitabu u alel iman. Të zinë që akon libri, të ka zbik librin. E me libri e këmësu që ka është edhe imani. Dhe imani të nëruar në begati e madhe. Për këtë arsye edhe të gjitha udhëzimet e fesë tonë janë në shërbim të kujdesit të këtij imani, me rrugë këtë besim. Sa ka shprehje, sa ka, domethënë, veprime, sa ka qëndrime, reagime të cilat ndërlidhen me imanin, janë në shërbim të imanit dhe janë për të mbrojtur dhe për të ruajtur imanin. Nuk kemi gjë më të rëndësishme dhe më të shenjtë se besimi në Allahun te barekuhu teala. Andaj duhet të ruajmë, respektojmë dhe vlerësojmë dhe për këtë Allahun ta falërojmë vazhdimisht. Mirë po, të ndëruar ky iman nuk është thjesht vetëm një fjalë goje që e thënë, nuk është një përkatësi, nuk është një deklarim, nuk është një konfirmim, është për te i kësaj. A në pikërisht edhe ligjërata janë sot do të shërben një përpjekje për ta ngrit imanin ton nga niveli i konfirmimit, nga niveli i deklarimit, edhe të dalim balë të gjitha sprove me këtë iman. Nga se gjitha këto dhe shumë tjera i mundësën besimin e Allahun te barekuhu teala. Është më të vërtet shumë dekurajuese, shumë përkeqëardhje, domethënë për me tërë këtë iman që kemi, e mbetemi të dëshruar, e mbetemi të përqarë, e mbetemi mbrapa. Gjithë këtë begati e kemi, këtë mundësi e kemi dhe mbetemi domethënë pozitë që shkashërën në përsh për të lakmuar. Prandaj, këtë ato raste mira që i dëgjoni nga të parët tanë, nga sakrifica, nga devotshmëria, nga përkushtimi, nga dashuria, nga lidhja mes vete, nga gjitha ato të mira që i dëgjoni e lexoni, bëhet bindje dhe të gjitha këto kanë qenë të motivuara
nga besimi në Allah të barekutan, nga asnjë motiv tjetër. Andaj imani është forca kryesore që ne posedojmë dhe garanca kryesore që ne përmes këtij besimi në Allah mbështetemi dhe i qasem në çdo angazhim në jetën tonë, pavarësisht a ka të bëjë me vepër të mirë apo ka të bëjë me braktisjen në vepër të keq. Përmes besimit në Allah njeriu lën gjërat më të dashura, lën gjërat më shtrejta, lën gjërat më të rëndësishme në jetë që i ka i lën për hatër të besimit në Allah të barekutar. Për hatër të besimit në lidhet me njerëz që kurrë si ka pas, si ka njohur, lidhet me të. E fuqia e këtij besimi është me të vërtetë marrëmendse të çuditshme. Dhe ne duhet që këtij imani t'i japim hapësirën e duhur të ndërtuar dhe ta kemi funksionin e të përditshme. Ta kemi gjithashtu të prezant jetë e përditshme. Për shkak të këtij imani, një grua vendos shamin në kokën e saj. Vendosin është të ballafaqohet me sakrificët e shumta në këtë dunjë, por e bën për hir të Allahut mënduar se ja vlen. Edhe agjërueshëm sot jemi pikërisht për shkak të imanit, se Allahu na ka thënë në emër të këtij imani. Allahu xhallahu ala kur na obligon agjërimin çka thotë? Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, u është bërë obligim juve agjërim. Do thotë në emër të çka të Allah na thirr? Po na thirr në praktikë gjërat e dashura, gjërat e rëndësishme, të domosdoshme për jetën tonë në emër të shkafit, në emër të besimit. Nga se edhe për këto imani është forcë e mjaftueshme që t'ja dalë. Dhe Allahu xhallahu ala të ndëruar ka mundësi me na thirr në emër të çka do qoftë. Nga sa e ka këtë drejtë, mund na thënë me emër që s'na pëlqejnë, por na takoj. Allahu mund na thirr në emër të mëkatimit, në emër të varfërisë, në emër të çdo pozite që e kemi realisht në raport me Allahun xhallahu që është pozita e rrugës. Por Allah xhallahu nuk na thot me këtë emër që ndoshta nuk na pëlqen, s'na përshtatet, por nuk na pëlqen. Na thot gjithmonë Allah xhallahu në emër të imanit, për t'treguar Allah xhallahu ndaj nesh respektin, nderimin që Allah xhallahu na ka dhënë. E si mund të jetë imani të ndruar vëzët dhe motra funksional? Si mund të jetë imani fuqi për jetën tonë? Si mund të jetë imani motiv dhe për agjërimin tonë? Kësaj pyetje të mundu me dhënë përgjigje për me disa pikave, edhe pse më vjen se kjo është një temë e madhe. Kjo është nga temat kryesore që ne realisht duhet të kemi parasysh gjithmonë në jetën tonë. Nuk ka diskutim më i mirë se diskutimi për imanin. Muadh ibn Jabal thotë, e kishim tradit në kohën e pejgamberit duke thonë ta'al bina nu'min sa. Unë mi pak e bëjmë vllaf për imanin pak apo. Bëna muhabet pak për imanin. Shikoj se çfarë tema ka në mesën, në sofrat tona, në shtëpitë tona, në ndajat tona. Diskutojmë për tema nga më të rrëndësishme. Madje për shkak të çështës përkasim, për temat e lidhjes të perëndimit, të jugut, të veriut, të poshtë, përpirë të tema shumëta. Mirë, po ku është tema për imanin në jetën tonë? Sa diskutojmë për imanin, çështë ke imanin, çështë ke raportin me Allahun te barekuta. Ku është imani yt? Ku është besimi yt? E kështu me radhë. A ke pa njëri të ndërrozë dhe motra? Kur del nga një vend i caktuar, kur ndoshta ka pas mundësi të humb diçka, me njëri çka bën? Kontrollon me njëri gjepat e tij. A është telefoni, a është është puneta, nga se këty ka sajta. Mirë, në këtë dunja plot prova, plot ngacmime, plot provokime, plot jurshe që janë shpërputhje me imanin. Gjatë udhëtimit në dunja, a e kontrollojmë imanin si është imani? Kur shkojmë në punë, dalim mbi punës, në treg, dalim mbi tregut, kur jemi në qytet, kur jemi kudo që jemi ku lëvizim, a e kontrollojmë imanin tonë, si është imani? Si është imani, si është besimi në Allah te barekuta. Ka nuk kemi më të rëndësishëm se imani në Allah te barekuta. E pse imani është kaq i rëndësishëm? Pse është motiv imani? Pse është forcë? Dhe si mund ta bëjmë këtë iman funksional në jetën tonë përgjithshëm? Që i shërben për mirësimin tonë, që i shërben ngritjes tonë, që i shërben lidhjes tonë me Allahun xhallahu ala, i shërben lidhjes tonë mes vete. Si mund të arrijmë këtë ndryuar? Pranishëm. Mendoj që për këtë ka shumë përgjigje, unë i kam përgatitur disa pyetje. Fillimisht të ndëruar, pranishëm. Çfarë do të thonë imani? E ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka është imani? Në pyetje që ka bërë Xhibril alayhis salam. I kanë akhbirni anil iman. Ka thënë çka është imani? Ja kanë thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kusht imani që Allah ju shpjegoni për xhamia. Kushti i parë është në tu'minu billah. Besosh në Allahun te barekuta. A dini kush është Allahu xhallahu ala? A jemi të vëmendshëm e vetëdijshëm me këtë keni besuar? Kush është Zoti juaj? Kush është Zoti juaj?
Ndruam njerëzit, do në për atë që besojnë, bëjnë sakrisa nga më të çuditshme. Amr ibn Jamuh ka qenë nga shokët e pejgamberit alayhis salam, edhe e ka pas një idhull që shumë e ka respektu. Amr ibn Jamuh të ndruar ka qenë pak edhe me pneta fizike, një këmbë ka pas me gjatë, një ka pas më të shkurt, dhe në atë pozit i ka shërby, dhe më thonë, idhull tij. Gjallirat e ka thënë shpesh babën e tij, bab, lej këta idhull, lej këtë. Gjën natë e ka përfëmus, e ka rujt, e ka përshëndet, ose e ka shumë të vletë. Respekt i ma. Një ditë djalli e ka po që baba se ka njët me lëkët idhull, edhe me idhullin për me i kazu babës që këtë idhull nuk është zot, nuk e meriton të këtë respekt. Nëse nga njerë në japim respekt njerëzve, gjëra e caktuar që se meritojnë atë respekt, i madhnojnë, por nuk e meritojnë madhnim. Edhe kjo madhronte një idhull, një asgjë. Dhe djali për të neguar që idhull e është ka kur farë, dhe me thonë, ndikimi njëtë, kësë mbronë, natën kër baba shke me flajt, e mori idhullin dhe udhin për lëkë. Kur u gjuhë Amr ibn Jamuh, qanë ka, u të mëru, e mori, e poste, e pasrante, më fatë, të lutën, nuk të ti po që ka bërë, po shretë me pagu, për më nakë, me dhonë, i kërkan të falje Zotin, që s'ka mujtë Zotin ti me mbrët vetë në ti, qëfar Zotin kjo? E mori, e fshilë, e pasuraja e la, djali pa në bëri këtë. Dikur në kështë e zgjidhja, Amr ibn Jamuh pas që, dhe me thonë, fillaj me erut natën. Po ishte fështirë, se ishte vjetër, edhe ishte pak me aftësit kufizuara, edhe e lodhi kjo shumë. Nuk më kemë rejnë që të natë me rujtë. A i djali e shumë të rase, posa baba flinte, kapte edhe, e vëllëta. E i thajte babas me njësë, babë, qëfar zoti kjo që sunë me bërët vetë në ti në hodi kush bërlak, qëfar zoti është kjo? Tja përshek kujtë po i vënd ti në këmë, tja përshek këmë për më dhanë. Këmë në kondi që ka kjo skape, kështë bërët vetë në ti, nuk kjo asë vetës me mbronë. Dhe e sa, Amr ibn Jamuh dështë, Allah Azza wa Jalla për dhëzuat ma, e kuptoj, nuk ka dëmëron mundësi me kom kjo. Ju këthi ati që Allah u tha, la te e khudu husine të duala lehu, atë që nuk e ka pas kuat i azgjunë, e që kjo e Zotit e Gjelalu. Ai që mban gjithë qka, atë nuk e mban askush. Ai që kujdeset për të gjithë, e për te nuk kujdeset askush. Ai që u jep të gjithë dhe me ngrën, e ai nuk hanë, e asë nuk pinë. Ai që është ahad, ai që është samet, ai që është një, nuk ka të njëshme të askush. Ai që është samet, që gjithë ta krijesat kërkojnë nga ai dhe kërëve i për te, ai nuk kërkon nga askush, nuk kërkon nga askush. E kjo është Zoti ju dhe juti. Që kjo është Allah Azza wa Jalla. Lem jelid, o lem jule. Nuk është i lindur. Asë ka njën asë kënë. Ska i djana, s'ka vajza, s'ka grua. I veçantë, Zoti ju në gjellë të gjellë. Ka qenë kështë ka pas asë gjellë. Dhe në betit kështë nga shkëtërohet. Që kjo është Zoti ju në gjellë të gjellë. Për ndajtë në ruat, ti ke besuar në këtë Zotë. Qëfar autoriteti ka Allahu në zamrën tonë? Qëfar respekti ka Allahu në zamrën tonë? Që këj iman të mësën këtë autoritet. Këj iman mësën në manu Allahun të marë këtare, me respektu. Bëni të bindu. Dhe këtë mund të vërtetani me lexim sot dani. Nuk ka mi ftyr tokës, liber, shpjegim, udhëzim, i cili flet për ndonjë zot që pas atij leximi realisht bën me dashur nga thellësia e shpirtit dhe i gatshëm të bësh për të gjithçka, përveç Kur'anit të flet për Allahun te barekutaala. Nuk ka. Shiko, a mundesh mos me dash Allahun e ti lexon Kur'an? E pa mundshme, nuk mundesh. Merë vesh ajetul kursi të spjedove në zajë. Në zajë, në 10 paragrafe, Allahu la ilaha illa hu, el hayyul qayyum, dhe në fund, veç ajetul kursi në zajë. Shiko sa madrim në zemrën tonë mbledhet, sa autoritet, sa respekt mbledhet në zemrën tonë për Allahun xhallahu xhallahu. A nuk është tani ky respekt i mjaftueshëm për motivuar
jo për agjerim, për shka dhe qëtë? Pa dëshim se po. Prandaj na çfarë duhet? Duhet me mobilizu çdo forcë të besimit, me kuptimet e këtij besimit që të shndrohet në forcë goditjes pastaj dhe të vazhdimësisë në punët e mira. Mjafton që një musliman që ka besuar në Allahun xhallahu ala e din kush është Allahu xhallahu ala, mjafton për Allah të rreth në përgjigje. Pse? Po a thot një autoritet e pa kontestueshëm. Allah ibn Mesudi ka thonë të ndëruar, ka thonë kër dëgjani në Kur'an, oj që keni besuar, thirrje për dëgjani, nuk është thirrje zakonshme. Po përgatitni zemrën, hapni veshët mirë, nga se një lajm po ju kumtohet, një kërkesë nga ju po kërkohet, diçka me lajm po kërkohet. Mirë vesh, dëgjani pse? Nëse është thirrje e veçantë dhe është thirrje specifike. Prandaj, kush na ka ftuar në xhiru? Kush na ka thirrur në xhiru? Allahu te marrë këtana. Mjafton Allahu që ndëgjëra këtë gru. Si autoriteti pa kontestueshëm, që në bazë besimin në të, ne motivuar për ta xhiruar. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men sama Ramadana imanan." Kush e agjon Ramazan, i motivuan dhe imani. Këto piknisja me iman, as tradita, as zakoni, as patri, as shëndeti, as njëra kon tjetër, nuk na motivon për ta xhiruar. Fillimisht e nisim agjerimin dhe punën tonë për shkak se Allahu na ka thirrur. Allahu na ka ftuar. Kështu Allahu ka thënë, mjafton. Dhe qysh na besojmë në Allahu xhallahu ala që s'ka shok, që kështu edhe thirrja e Allahut nuk ka shok. Thirrja e Allahut nuk ka të ngjashme. Ndaj kur e thot Allahu xhallahu ala, përgjigjja është e parazet. Është e pa kompromis, është e pa diskutueshme. Për faktin se Allahu na ka thirrur. Nga ky aspekt të ndëruar, për faktin se kena besuar në Allahun xhallahu xhelaluhu, kush është Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe thirrja e tij për ne është e pakontestueshme, është autoritet i pakontestueshëm. Na bën që të motivojmë mjaftueshëm për të përgjigj Allahut, edhe në agjerim, por edhe në këtë që Allahu na thotë. Këtë që Allahu thotë, ti thua vetëm sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u nërsuam. S'ka të të rëzidhje. Nuk ka të të gjithë shka të të është qasje e gabuar, është dhënim që sjellë pasoja, nga njëre ka mundësit të paniparueshme të ndëruar në jetën tonë, të ashmen dhe të ardhmen tonë. Ajo që e bën besimin të ndëruar, motiv për agjerim, krahas njohjes së Allahut xhallahu ala, krahas autoritetit që gëzon Zotin zemrat tona. Ajo që e bën besimin motiv për të përgjigjë Allahut xhallahu ala është ky iman në mësën se Allahu xhallahu ala në thret për atë që ka dobi, vetëm për atë që ka hajr për ne. Asë njëherë, kur Allahu nuk në thret për vetën e ti, kur asë njëherë, kur asë një thirë nuk është për me indihnu, asë një thirë nuk është për me e përkra, asë një thirë nuk është për diçka të caktuar që Allahu t'i nuk, kur andaj posa ti e një thirë Allahu, ove që keni besuar, ti meje kupton se diçka për ty ka të bëj, për të mirën tonë, veç. Andaj kush nuk i përgjigjet asaj që ka me dobinë e tij, për një që sëranisht është i dëmëruar nga epshi, ose ka përru në mendën e tij. Shikoni të e të agjerimet. Pikërisht të e të Allah në për agjerimet. Që aty ku Allah flet për agjerimin, çka Allah thot? Yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allahu po do më lehtësu, jo më vështirësu. Domthon Allahu po i thret agjerimin që agjerimi tek për ju lehtësim, jo vështirësi. Pse agjerimi bëhet lehtësim? Për çka lehtësim agjerimi? Për shembull, zot dikush, mua agjerim për më vështirëson punën valla, kur po ha duk banë për punën. Çka lehtëson agjerimi? Të ndërua, Allahu xhalla xhelaluhu kur flet për lehtësimin, flet për rrugtimin tonë. Agjerimi e lehtëson jetën. Lehtëson sprova. Rikëthen pushtetin e mendjes mbi epshin, nga se fatkeqësisht sot jemi të shpëruar nga dominimi i epshit mbi njeriu. Njeriu sot rrallë herë lëviz, i motivuar nga bindje, i motivuar nga besimi, i motivuar nga parimet. Njerëz sot zakonisht lëviz në bazë të interesit material dhe përgjigjeve të kërkesave fsharake. Dhe kjo realisht e ka degraduar njeriu në nivelin më të keqënjeshëm. Për shkak se realisht i bën rob të epshit.
pa kaluar në për filtra të bindjeve tona, të parimeve tona, veprimi caktuar anë rregull apo kënd nuk ka rregull. E pa që e kanë e lehtëson këtë dominim të mendjes, të besimit, të parimeve, të asaj që na bën njerëz, ajo që e lehtëson këtë, e nuk e vështirëson kush është, agjerim. Për këtë lesim Allah po flet. Ajo e lehtëson edhe rregullimin e raporteve tona me Zotin, nga se agjerueshëm më lehtë mi kuptuarmi, agjerueshëm më lehtë ndihmojmë njëri tjetrin, se ku jemi të ngopur. Prandaj, sikur që ka thonë edhe mendimtari famshëm i njohur Aleš Begoviçi, apo ka thonë kafshër kur është e uritur ruaj prej saj. Kur ngopët ka lëvishur. Kafshëra ngopur nuk të rrezikon ngopën. Njeriu ka të kundërtën. Sa më ngopur, më lakmiqar, më arrogant, më ndjemal, dhe këtë po e shohim sot fatkeqësisht në jetën e përditshme. Edhe kaluar në është dëshmi. Në kaluar kur kemi pas në ta gjendjen pak ma të vobekt, ma të varfër, kemi qenë me të pasur në emocione, kemi qenë me të pasur në dashuri, me të pasur në dëmshëri. Ndërsa sa më tepër përshtohet pasuria materiale, po varfërohet pasuria edhe aspekti emocional, edhe i lidhjes me vetë. Kjo a ka mundësi, me punë e këmbë ka mundësi, që sa më tepër të pasurim materialisht, të pasurim edhe emocionalisht ka mundësi, por kur dominon mendja dhe besimi ju e epshi. Prandaj këtë dominim dhe këtë rikthim në bilanc të duhur, që edhe të bashkullon mirë shtimi material me atë emocional, e lehtëson agjerimin. Për këtë lehtësim Allah po flet. Lehtësimi që Allah flet për ta të nduar edhe për ditën e vdekjes, në varr. Kush e lehtëson natën e vorit? Kush e lehtëson përgjigjen? Kush e lehtëson atë natë të errët? Kush e lehtëson atë ngushtim? Kush lehtëson? E lehtëson pikërisht agjerimin. Ai ka më të qenë ditën e gjykimit, në vuajtje mirime që njerëzit kanë me kalu, Zoti na ruaj nga ato. Kush e lehtëson? Agjerimi, atë thatësi, atë uri që njerëzit kanë me përfut të gjykimit. Kush e lehtëson me ujë nga kërtheri, nga haudi, me ushqim? Kush e lehtëson? Agjerimi. Ai është vërmetësuesi që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e lehtëson. Prandaj bindja jonë se agjerimi është veç për të mirën tonë, është lehtësim për jetën tonë, edhe për të gjithë përbërësin e qenjës tonë, të mendjes, të shpirtit, të trupit, është lehtësim, është mirësi, është dobi, ne përgjigjem. Edhe pse nuk i dim gjitha këtu. Me të bindur se do për dobi. Të ndëruar, kur ishte pandemia, qëllon në Ramazan, fillon disa zëra ne me dojnë se këtë vetë nuk do të ishte njën me agjeru. Për shkak se agjerimi e dobëson imunitetin, e me rënit e imunitetit për hapet ma tek për Covid dhe shtohet pandemia. Ishte një zërë shotër, pas e dollën studime me 10 e 100 faqe, se për kundrazi, agjerimi e ndihmon trupin me i rezistu tendencave të Covid për me godit ato. A kuptu? A kemi ditë këtë punë se kemi ditë, po njëtë se kemi pas me prishtë. Për shkak se mi të bindur, se Allahu xhallahu ala kur obligon të shkaf të hajt njerëzimit apo. Është për të mirë ty. Nuk kemi nevojë na për shkak të ndonjëzë me pas tash frikë se Kurani thot se alkooli është i dëmshëm. Kurani thot se bigjozi është i dëmshëm. Kurani thot kështu. Tash na me nejt në ciklet mos po zbulohet të kundër të çka thonë na musliman. Arrim në këtë ciklet kur në arrim në hatë, edhe tash me lejru, si në lidhë të gjithë djetarë të botës, e shkencëtarë të botës, me hulumtun do një dobi eventuale që e dominon dëmin e alkoolit, në rafë të themi se vëshiri më ljohë se kur zë ndryshe. Po që shë Allah ka thonë, se në tek ho dobi, por dëmi është në i madhët. Kaq, këtu përfundon storja me alkoolin, dhe me gjithë haramet e tjera. Prandaj të ndruar, ne kemi këtë knatësi, këtë siguri, që mjafton të bindesh për tjetër, s'ka ngajle tjetër. Tjetë bëjnë ngajle. Që ka një përshamë të kaluar, mirë, sa kanë sakrifikuar janë lodhë për sistemet ndryshme, ideologji, bini nga më të lejshme, janë lodhë për sakrifikuar, në fund, janë dëshpruar. Në fund janë lodhë në të rjetë, kanë pashi sa të regull, si ka mirë, i kanë dëshpruar, i kanë zhvini, shumë herë atë. A të dëshpruar Allah në herë ty?
A ka mundësi t'i kërë Allah me shgënim dhe njëherë? Kur, vëllat? Kur? Asë njëherë. Për kur razi? Gjithë mund me Allah është ma mirë se që presëm. Allahu Gjellewala me i kërën të gjitha përshmërit në përgjigje, në mirësi, në kujdes në i dhërë. Andaj, qësh mos më tash këtë zotën? Rëfen disa punëtorë në përëndim. Thot, kemi punu në ndërtim tani. Dhe punëshin në Ramazan. Kishëm edhe shokë të cilët punëtorë, kolegë, që nuk ishë musliman, nuk ka gjëra ishë. Edhe në thëshin presh në burë, hajse, shkogojle, sa ata nuk e kanat madhnim, ata se kanat besim atë motiv normal, pa ne i do këtë lefë prishe, pije, mere, bane, për të sërti qka e madhe, se s'ka filtra, s'ka frenim. I thëshin në zbërë, zote ka obligu, tha ne e përnëm disa zote. Edhe më thanë, njëri nga ta ishte shefi ty në njëri shkollum, në mund një që ishte udhëheci i atë ndërtimit, inxhinier, më ka thonë, a bën me pa nëse ti nuk ka thonë zotë ju që sëmë? Tha edhe në Kur'an. Ka shmua e ka nëzu Kur'an, një javë, dy javë, kur e dë fund tha, po në thëtë shtok. Në masi që e ka nëzu Kur'an, po në thëtë shtok. Thëtë, ju s'ka këtë kërkusheq. Te kësha pas unë që të zëtë që fare pas këtë ju, as gjumë se kësha u për të. A këmëtu? Unë edhe që të zëtë me pas, që fare pas këtë ju, unë edhe natë kësha ne qëtë për të. Se ne mu ditër me gjithu për të. Të lumë të shfazot e pas këtë. Qa ku i kërëlloj ju, vëpë? E të ndruar, ne imi të bindur. Imi të bindur se Allah u gjemë në uana, është ajë që ela ja'ale u min khalak, e si nuk ne që ka kryuar. Përndaj, krejt që ka Allahu Gjellewala ka caktuar nga ligje, nga dispozitat, nga regula, të gjitha të për të mirin e zi. Të gjitha të për dobin tonë, të gjitha të për mirësin tonë. Asë njëherë nuk ka mundësi me pru, feja Allah dëmë, kur. Në musliman, nga këtë shpërdrimi i fejës, nga këtë shpërtim mund bëjmë dëmë, kjo e ndarë, por uzimet e Allahu Gjellewala, asë njëherë e kur. Janë ato që Allah ka thonë, yuridu Allahu bikum ul yusra, wa la yuridu bikum ul usra. Allah dënë me u letësu juve, jo me u vërtërsu. Parëmënda i ndëruar, parëmënda mota i ndëruar. Ka thënë pejgamberi s.a.s. Kush më nësa me jo në fi se bilillah. Kush një dit, s'ka thënë Ramazan, një dit, e a gjënë në rukë të Allah, pritë Allah, 70 vjetë largohet nga zjarri i gjëhnimit. Për shumë distanca, 70 vite, udhëtim, 70 vjetë në utu largohet, me një dit. Këtë ditë e rëndam e zakonshme, ditë e zakonshme jashtë Ramazanit. E sërë punë në Ramazan. Sërë punë në Ramazan. Allahu Gjellewala të ndërruat të thotë, kema kutibe ajelidin një kabliku. O është bërë obligim agjerimi, si përse është bërë obligim atyre para jush. Do me thonë, agjerimi pas ka qenë gjithmonë prezent të njerëzit, që i bjes është në përputhje me atyre njerëzore, për kundër dallimit njerëzve, në kohë, në vende, në situata, në rëthana, në mirëqenje, në fatkeqësi, në çka më qoftë, gjithmonë pas ka qenë agjerimi i përshtatshëm për ta, me që ka qenë gjithmonë pjesë të përseve jetës së tyre. Ti e vazhdimësi këtij karavani, ti e pjesë e kësaj. Do gjithmonë Allahu Gjellewala i ka nderuar njerëz me agjerim. I ka nderuar njerëz me agjerim. Pejgamberi sa të ndëruar. Shikone, në situata caktuara, kur ka shënu danë të veçantë, e ka shënu me shkak. Në agjerim, ka agjerë të hanën, pse, këtë ditë kam lindë. Fëllim dhe Allah të agjeru shumë. Tajtën ka agjerë, tajtën dritën dhe të ka Allah të varë këtale. Është një raportim i javor për neve. Dua që për raportohet për mua të jem agjeru shumë. Do të se kur i agjerushëm, jenë sa të përsashëm të ka Allahu të barë këtale. Dhe Allahu të ka obligu agjerimin, jo me të zbrazbarkun. Jo, po për me të adhun shtetore. Jo me të zbrazbarkun. Jo me të thamë vrujen, po për me të fresku zemre. Për këtë e ka po Allah agjerimin. Përndaj, Allahu kur do me ndëru dikan, thëtë në gjina për mu. Qështu shenë ka kjo? Pejgamberi sa ka agjeru në Ashura, e dini, Muharrem, 9 ka thonë se këtë ditë Allah e ka shkotu Musajnë a.s. nga zulumi i faraonit
falendrim dhe Allahut agjerushëm. Pranon falendrim agjerushëm. Do kur do me e falendrim për jetën agjerushëm. Kur do me kujdes për veprat e mira agjerushëm. Kur do me e falendrim për shpëtim dikujt agjerushëm. Madje kur do në Allahu me zbrit Kur'anin e bën Ramazan. Edhe në këtë muaj e bën muaj të agjerimit. Pse? Pse këtë kjo të bëj për neve të ndryshme. Andaj besimi jonë gjitha këto është motiv për të agjeruar me kënaqësi më të madhe të mundshme. Për shkak se është në dobinë tonë, është në mirësinë tonë, dhe është veç për dobinë tonë. Gjatë të ndëruar, ka shumë udhëzime për agjerimin që nuk mund të kuptuan përveç imanit. Përveç imanit. Imani i mirë, imani funksional, imani aktiv, jo imani pasiv, jo imani certifikatave, jo imani deklarimit, jo, imani funksional, imani i gjallë. Ki iman të ndëruar, më të sani kuptu drejt, dhe më hajtë premtimet për shëllimin. Për shembull, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bile ditën e parë ka thonë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hapën dyert e xhenetit. Në një që s'din çfarë xheneti. Çan më rreth që dyra çau hapa, çau borokia. Zënëm. Ama ti që din çfarë xheneti, që lezon për xhenetin, ja rekruton vetes vazhdimisht xhenetin, e din çfarë bukurie, çfarë madhësie, çfarë nderimi, çikin çel dit po e gjë. Për shembull, për të ndërmjet, më thonë ta për shembull, do një objekt me vlerat mëdha arkeologjike që unë të smora me shpërgjata. Ka qenë mbyllur që sa apo edhe s'ka pas mundësi shkencëtarët ose njësit e çështjes me shku në imranët. S'ka pas mundësi. Edhe vjen lajmi që tash janë hap dyert e objektit, tash muni me këqyr çka kanë të. Unë të më një qarë që në hap dyert, së më s'marrë vesh, për nuk kur gjë s'për bën hapja aty dyert, sa se konet me shku, ushtime se se një. Ama ata që në të priqe 30 vjetë, kur ka në qetë si jenë do arkiva aty, a i nuk flanë për gëzime në sabah me shkuve me imranët, sa aja din vlerën e dyrve të objekte që në qenat. Edhe ti me iman, nëse din çka xheneti, kur thush din hap dyert, qysh ai xheneti që po çafi ka apo në krejt. E kur ai hap dyert të ndëruar, ai bjen që po don me na fut mrena apo më strahë. Çfarë gjë? Dihet. Një për djetarë, për në vushamë, një për djetarë, më fëtiu që ka vdek, i bëgbazër e kollat djetarë maj, ka qenë shumë për mes. Në ka shtu drejt zëdit. Ta e një njësë u karata. Thot një për djetarë, të shkojë me taku dhe shka për një punë, edhe nuk e qëllova derën. Kur a farë dhe ditë të keqa. Tha njëri nga fshinë e duza urna, tha jam të dash me shku të bëgbazë, tha në që për cakat, henta se në derë ti nuk cakatë, në e ka derën qirë gjithmonë. Si që të reket në derë ti në tha të hejbirë të ku barbu i pinbash, tha pësa a përkërkitë në derë ti në, ke mos reket të, s'ka izë, se qirë e ka bu izë e para 2 vjetë, gjithë ka izë me jetë. Derë e qirë e njëri të, sa ka mos shkërë. Për në kërë e qirë, zoti njerë derë në vetë, e dhëtë bërëm në gjenet. Qysh jetën ti? Qysh knaqët ti? Qysh pretën ti këtë tirit Allah të barë këtara? A është motiv për të gjirim? Shumë më. Ma ti që një gjenetin, ti që din qërë kuptimi ka gjenet për tjetën tonë. Edhe në byllë e dyre gjehnemit të. A ti që ka gjehnemit? Allah në rrugë. Të merë. Vesh me ledzu për gjehnemin në Kur'an të rëqime në kura. Lehu me, Allah në rrugë. Me shiju pak nga dënimi tjetë. E ti që e di që ka gjehemi, ti që e di që ka shejtani, i si përmbusët, me imani kupton këto lajme, prandaj përmes që imanin e kupton edhe rëndësinë e këtij informimi, e kupton drejt. E sa ma ti për e kupton rëndësinë e informimit, shtohet më të njimi. Normal është kjo, normal. Sa ma ti për e kupton joshje, apo, ma letë e ki përgjigjet. Po kurse kupton joshje, kurse kupton atë qka tipet në fund, nuk ki pëse më përgjithë. Për shembull, të ndërmëzët të shpetim të
valutat digjitale që janë bërë, me emra Bitcoin e të një farë. Ka shumë njerëz që nuk din shumë valutat. E din valutë me vërin vetë edhe din euro. Po, s'din shumë, për shembull. Me thonë për shembull me pi batë më shumë vase, ose i ri dikush, po që s'ka lidhje me këtë informatë. Me thonë, apo vjen me më ndihmu një numër me dërtu, 2 bitcoinat i lo. Ki qëjtë, ka ta bitcoin e më për me e kje mu me vjen 100 euro. Apo? E bitcoin i banë, me mire, bro. Po kus dhe vje dhe, në të përgjizëm. Edhe natë në dërmorë. Allah patë, unë në gjenet për të një shumë. Në gjenarja. Nëse nuk e dim vlerën e gjenetit. Nëse nuk e dim çka duhet me pësu për gjenemi, do t'jetë një përgjigje shumë rutine, e plaksh, e lartë. Ama kur e din, ndryshat të, për matë. Përndaj, gjithë s'ka shkart e padukshme. Imani e bën të ndishme, edhe pse mbet e padukshme, ti e ndin, ti e preton. E preton. Përndaj dhe Enes ibn Nadr si për vërdeni luftën e Uhudit, çka tha? Po e një tha erë dhe gjenetit, më të pëllën kërëlihë. Imani të ndrumë vëzët, bjenë në situata, dhe më të në situatat qëtëtshme, pretimeve të pa përshkrueshme, të pretime të pa përshkrueshme. Në ki mundësi kurën e kurës, një që nuk e ka shiju formë, ëmbëlsinin, shëqirit, mi ka mësuar që e din më koname. Së mështë, e pa mësë shumë. Që është nga me shurët, shirëje, kaqë, dhe përëndën që të speke o bërë. Po më njështë në segu, duhet libra, është një ndjenjë, një pretim që të bërë, po dhe javë, kaj që pretim. Përsa ka hojnë për kajnë dhe një latë, që dëshuria ndë Allah nuk shpjeguhet, përjetohet. Që me të ka dhu që e me dashë Allah. Me të tëmë, respektej e zotë, e besan të, vjen dashënje, e kërëdën e shre që e me dashë Allah të vërë. Përjetohet e të. Nuk është që dhe mojnë shpjeguhet, më të definaj, po, se pa nësë. Përndaj të ndërruar, besimin e nësën gjitha këto. Përndaj edhe etë, me qëmi të dashuria, që në kam, me zgjallë më tepër. Dashuria ndë Allah që ndërruar të ndërruar lezër, dhe më të është, që më thonë, fryti dhe bazat e besimit në Allah të vërë. A ka mundësi me besu në Allah në smedar? Allah që ka mundësi. Nuk ka mundësi Muhammedin sa se në smedar, nëse besat, për jo Allah të vërë këtë anë. Që me lezër për Muhammed e sënë, o me lezër nga burimet e duhe, me lezër që duhe. A ka mundësi me e kry një libet për Muhammed e sënë në fundës me dashtë? Së mund është. A dhe s'ki qare për e dashtë. Nuk mund është. Nga se armish që tjeri s'ka mujtë, si që është në rejtë. I kam posh me mërësin e ti, i kam posh me moralën e ti, i kam posh me edukatën e ti, i kam posh me modestin, i kam posh. Në kanë kërë i sotë. E Allah gjëtë në malë, të ndërun, ka do që të cilësh, bëllaj dhe që pak me mu, në bushë është një për Allah të varë këtë anëm. Që ka kujtesë Allah për ty? Të vazhdushë, të vazhdu për ty Allah gjëtë në gjallë. Ndaj, pejgamberin ka thonë njëtë për sahabëve, që me në zukë për në vejtë në kapën, edhe i ka thonë, Allah më ka thonë ti me lezun, kom e se në bagi, më ka përmanë Allah, thonë po, e thë plasë në vajnë. Kur që mënë Allah më përmanë? E pësë Allah që e gjithë kom për një e përmanë, kur në Allah në përmanë, fëdhë kuronit, edhe për fërë. A përmanë i noa, i përmanë i juve. Si du një konë të nëruar, shtirët jo, zemër e jo, kur ne e këpare më ndojmë se jemi të përmanë dhe të kamalë të barë këtanë. Po këtë kuptim të kështë përmanë e kush e japë? Dashuria për Allah në gjellë gjellë. Pra imani t'jep dashuri për Zotin. E dashuria për Allah në gjellë bënë gjithë shka tjetër. Gjithë shka tjetër. Allah edhe mundimet eventuale për ta. Edhe lodhje dashuria për këtë shumë. Shkenjet e për këtë shumë. Kër di kushe të rdika. Edhe lodhje për të shmatësia. I bëngjëmë dhe Rahimullah, përmanë dhe shavase të ndjerëve që janë spëru me dashni ndaj njërit. Burri, moshli ndaj një thamë. Sa e ka dëmtu kë njëtë, e ka vërgnu, dhe beson të kohë që ashtë.
Ka njerëz që më rujt, më të lidhen që të harrojnë me familje, me gjitha. I ka të bënd dashinja për t'i kanë. Në gjëzë e më thot, e ku pa njëri, vuan të shumë, për shkak se një grua nuk pranon të tjetë me të atë. Pranon qëfar jetë, krejt jetë në ka këtëri, të heni qafë një grus. Qëfar jetë e kësë horë? I thash me një rast, që ka vuan të. Ishte njërim, asë do në buka, asë pija, asë dalja, për te nuk ishte asë që kuptim pa grua. Fëti për njëzë i thash, luta Allah me të hikë i njërim, bëdo me të letu. Tha, kur zbëj do? Nga se tha, këm njërim, rralësh është knaci për nuk nga se e di për këtë për bëjot. Par më në për njëri. Sertifikat për te. Në u thë bilat, qëfar dashnija të. Do pse e daj, edhe vuaj të ka kuptim. Po hiko me di për këtë. Të si e kështu, të ilham në siksi, njëri një vujtje, apo përse dashnija të rajshme. Por ti e për langjën e gjenët. Për langjën e vojtë. Për ne është, a ka kuptim? Qëka pa, amazhi? Në khullu fë fembi sraj, atë që i bojnë dhe Allah, në rihë e lbisk. Djera e gojë se agjerosit, të ka Allah më e dashën, se parfumi më i mirë. Kush e bëri të gojë me e tashmi? Kush e bëri? Që ti i beltisit me ne nga era e gojës të Allah. Kush e bëri ka shkresme të ka Allah që në vëra? Dashuria Allah për ty për shkak se tjera për ti që të andë në Allah që në vëra. Ndaj dashuria për në gjithë shka, vëllaj të hidhe për të ambër, të shëntuar e për të rrugove. Lodë në për pushim, mundimin e për këtësi, dashuria për në gjithë në vëra. Ndaj, a ka mundësi njëri me besu në Allah më së në së të nëshme. Të agjelimi të ndërru i gjenë disa dalime që e veqojnë agjelimin nga adhurimet e tjera. E veqojnë. Dhe këmë veqim, realisht është një motiv për një në shtesë që këndësim të agjelim dhe fuqishëm të agjelim. Të të në? Ka shumë, me zgjatë to, po një nga to është. Se pejgamberi sallallahu i ka përmend dyrët e gjenitëve. Ka thonë se gjeniti ka 8 dyrë. Ka thonë dikush nga dera e namazit, dikush nga dera e luftës, ka luftu, ka mbrojt vendin, familin, për hirtë Allah të mamun. Dikush nga dera e sadakas. Do në gjdo dere ka përmend në emën të ibadetit. Kër e ka përmend dere e agjerimit, s'ka thonë nga dere e agjerimit, por ka thonë rejjan. Ja ka një amën të posaqëm asë e dere, që nuk është si kështë e dera tjera. Për shumë s'ka thonë, i ka të dyrë, nga dera e namazit hinë, ata që kanë qenë teksuar namaz, e nga dera e agjerimit hinë agjerusit janë. Tha, rejjan e ka amë në dera agjerusit. Tha, hynë në për te agjeruasit, dhe kur të hynë ata, e jëmë dyrë. Kur shpasë e në këna? E veçanë, shumë i veçanë. Gjitha që ka Allah gjellë e vëra, për agjerimin, i qërë sabër, innëma juafë sabirun, agjerahum bi gajri hisab. Agjeruasit kanë shpërblim pa llogari. Apo? Pa llogari. Çdo vepër ka 10 serape, 100, 700 fish. Për agjerimin, s'ka llogari. Domethënë, në kalkulimin e kësaj dunjaje, nuk ekziston shifra numerike, nuk ekziston mirësi që ne gëzojmë që mund tjetë spaku në shpjegim e barazvleshme me shpërimin e agjerimit. Sa ka dunja mirësi, me thonë përshama, nëse agjerani keni sa 100 dunjoja, o pa të sjas, leqë së pa hesab. Edhe kush pa të pa hesab? Kush pa të pa hesab? Aje që depot e krejtë pasurive, gjithë që ka ndonë Allah të barë këtarë. Për daj të ndëruar, gjitha këto motive që realisht aktivizohen, funksionizohen përmes besimit në Allah të barekotare për agjerimin, jo vetëm që e lehtësoj agjerimin të ndëruar, po na bëjmë krenar me fenë që kemi. Na bëjmë të dijemi të lumtur për fenë që kemi. Na bëjmë që me forcë e këtij besimit të kalojmë çdo sprovë këtë dunjë. Sikur që ka thënë ai besimtari në sprovat e tij, o sprovë sado që e madhe je,
e kam një Zot më të madh se ti që jep. Po, një më madh. Andaj nuk ka mëkat që të i kërën falin e Allahut. Po, nuk ka varfëni as borç që sfidon pasurinë e Allahut. Nuk ka të ndëruar smundje që sfidon shërimin e Allahut te barekutaala. Nuk ka vepër e mirë që e bën njëri që sfidon shpëlimin e Allahut te barekutaala. E kundërta është. E kundërta është. Prandaj ne ndihemi shumë komod, shumë mirë, rahat, pse jena musliman. Dhe me forcën e këtij besimi ne agjerojmë. Por jo vetëm. Me forcën e besimi ne edhe e organizojmë vetën e përgjithësi. Çdo të keq, çdo të mirë që kemi, vallahi nëse në emër të Allahut ka dhënë jetën. Ka dhënë jetën. Për të thënë një djalë fale pas një hoxhe në botën arabe. Dhe Taravi, ai hoxha lexon të gjatë Kur'an, me të hapur. Diku ai djali tha hoxh, me pas, me në thonë boshtin